çfarë gjendje në mediat sot? Sa po e respektojnë mbrojtjen e privatësisë të njerëzve? Edhe sa po janë të kujdesshme në ato që është parimore, është jetike. Është etika e gazetarisë. Tani, nëse në fillimet tona kemi punu shumë me sektor qoftë publik, qoftë privat, mediat ka qenë sektorit të cilin e kemi vëzhgun vazhdimsi, kemi pas ankesa, kemi trajtu ankesa, por kemi pas pak aktivitete në ndërgjithësim të gazetarëve për këto. Konkretizimin e këtyre kemi bërë pikërisht në vitin 2025, jo pse ka qenë sektori më i parëndësishëm, përkundrazi, pse ka qenë më i rëndësishëm dhe kemi prit që në një farë mënyre, duke qenë vetë rregullues, e keni edhe privatësinë bazë të etikës së punës. Fakt e kemi. Edhe absolutisht që është, po në kuptimin e respektimit. Jo për fajin e mediave XY, absolutisht, po për shkak të kësaj mundësisë që e ka dhënë teknologjia sot, për shkak asaj që edhe ju përballeni çdo ditë me ata të ashtu quajturit, unë i them lirisht, media, që janë nështë veç dikush që e merr një mikrofon edhe del në rrugë dhe merr prononcime për qytetarëve dhe poston në rrjetet sociale. Domethënë, çdo ditë, për çdo minutë, nëse e qelim edhe vazhdimsi vëzhgojmë, monitorojmë, shohim shkelje të privatësisë. Tu e pa një situatë të krijuar edhe që është duke bërë çdo ditë më keq. Ne kemi arritur ta nënshkruajmë një marrëveshje që përmenda në fillim të emisionit, po që fokusi jonë si agjenci ka qenë puna me gazetarët dhe informimi gazetarëve për të drejtën e privatësisë, në mënyrë që ata ta mbrojnë privatësinë e qytetarit në një anë, por në anën tjetër ta mbrojnë edhe vetën. Edhe mund të them që kemi arritur një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me Asociacionin e Gazetarëve, pa përjashtu këto edhe Këshillin e Mediave të Shkruara, por gjoba e parë është dhënë vitin e kaluar edhe një mediumi që në vazhdimsi publikon dhëna personale qytetare të rëndom, sepse privatësia nuk është një drejtë absolute në kuptimin e vendosjes mbi të. Është relative varësisht nga interesi publikut. Prandaj edhe kjo ndarja e interesit të publikut me interesimin e publikut ka qenë një prej atyre që fatkeqësisht na nuk e kemi pasur e kanë bërë shumë media.